Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshores. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju duke filluar me të kaluarën apo dhe një pjesë aktualitetit sot tek ju. Plagë mendore, mendime negative, të dashur, zhgënjime ose prishje besimi. Ta them prishje besimi kur them sikur jeni zhgënyer nga tradhti të ndryshme që ka pasur negativitet të mbrëmshëm, ndoshta vetë kritikë ose mendime të përsëritura që ju kanë shterruar. Megjithatë, afër saj, shikoni me vëmendje, është pleasure, që është kënaqësi, të dashur. Megjithatë në të njëjtën kohë, duke i patur këto të negativitetet, mendimet negative, shqyr Zoti që nuk janë vetëm ato, por janë ato të bukurat. Ta them, ka pasur dhe momente kënaqësie, kujtime të ngrohta që kanë dhënë shpresë në një farë mënyrë. Je ndodhur mes dhimbjes dhe kënaqësisë, apo jeni duke u ndodhur të dashur peshor, një periudhë kontrasti emocional. Dhe nënt të tokës që është e tashmi, aktualja apo një ardhme shumë e shpejtë, nënt të tokës dhe grandfather apo perandori ndryshe që quhet. Pas kësaj që edhe aty, edhe këtu, edhe e zhgënyer, por dhe ke gjëra të bukura për t'i kujtuar, të bën të krijoni një lloj përvoje, një lloj pjekurie, dhe kjo duke grumbulluar dije dhe rezultate që nuk mund të mohohen, të dashur. Paralel me letrën është perandori, tregon që je duke marrë dal nga dal kontrollin në jetën tënde dhe me autoritet do ta quaja, duke u larguar nga këto mendime negative, shikoni ku janë këtu, dhe duke filluar dhe duke mbajtur sikur vetëm këtë pozitivitet, ke strukturuar jetën ose je duke u munduar duke ta strukturosh ose projektet me baza të forta. Tani është koha për të vepruar me qëllim të qartë dhe absolutisht në rregull, të dashur peshor, nga diçka dhe mish dhe peshk, ta them ashtu, nga diçka dhe mish dhe peshk, duke filluar të marr timonin në dorën e juaj dhe për ta kontrolluar dhe emocionet dhe të ardhmen, dhe sikur jeni pjekur, maturuar, kushtet janë bërë të tilla sikur po e mundni këtë negativitet në çfarëdo lloj forme qoftë ajo. Dhe mesazhi i të ardhmes të dashurit e mi është babai i ujit dhe 3 të tokës. Shikoni këtu po mban diçka në dorë dhe këtu janë duke qel nga farat, që vetë ajo të tregon çfarë mund të ndodhë. E ardhmja është një ftesë për të sjellë bashkë ndjeshmërinë dhe rritjen konkrete, për të anëluar këtë, për të ndjerë kënaqësinë, dhe si ndihet ajo kur je në nënt të absolutisht duke strukturuar jetën si çdo, me një stabilitet të madh në jetën e juaj dhe duke marrë me vete të gjitha çfarë ju duhet. Babai i tokës tregon se ti nuk ke më nevojë të ikesh nga emocionet, nga që i ke nën kontroll. Këto janë që i kanë kaluar, i kemi përjetuar dhe vazhdojmë përpara. Nuk po lejoni që të ngeceni në vend, ta them ashtu. Dhe si thash, nuk ke nevojë të ikesh nga emocionet, por ti do kesh mundësi ti menaxhosh ato me maturi. Dhe 3 të tokës thotë rritja vjen kur je duke bashkëpunuar me veten tënde, në kuptimin e saj, boll mjaft me këto gjëra, duke i thënë vetes dhe duke u koncentruar apo fokusuar diku tjetër. Tek kjo këtu. E ardhmja jote është ndërtuar mbi bashkëpunimin e shëndetshëm emocionalisht dhe praktikisht. Do të thotë, të dashur, për t'ju dhënë mesazhin e leximit tuaj, do të thotë vendos një strukturë të fortë për projektin apo drejtimin që ke zgjedhur, të dashur peshor. Mos harro të përfshish njerëz
të tjerë në këtë rrugtim që të japin diçka absolutisht në kuptimin e motivimit, të dorës, ndihmës, apo thjesht një qenie energji pozitive nga ata. Menaxhoj emocionet me urtësi, por mos i shtyp asnjëherë ato. Si mund të harrojmë duke mos i shtypur, duke i përpunuar, të them ashtu, gjitha dhimbjet që të kalojmë të jemi të kënaqur me ato që kemi përjetuar, nga që kjo na maturon, sprovat na bëjnë më të fortë, sprovat na bëjnë çfarë të dimë më të qartë, të dimë çfarë duam në jetën tonë. Pra, nëse vepron kështu, do të ndihesh jo vetëm më të qëndrueshëm, por edhe më të vlerësuar për atë që ke ndërtuar. Tani është koha për veprim me urtësi, jo të ndalesh nga frika për çfarëdo që mund të jetë në situatën e juaj të dashur peshor. Faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka sot, eja dhe herën tjetër të dashur peshor, qofshi bekuar.